kryetar, të nderuar deputet, me qoftë se në këtë foltore është keq përdor fjala barazi rajonale dhe barazi në vend, ne vim në një përfundim se këto kanë qenë vetëm fjalë të cilat janë thënë vetëm për konsum të mbrëmshëm dhe të jashtëm në këtë vend. Sot para neve edhe disa ditë më radh kemi pas disa ligje të cilat kanë të bëjnë me huazime të cilat i ka bërë qeveria e Republikës së Maqedonisë dikundi mbi 500 milion euro, të cilat kryesisht të investohen në viset lindore ose në Maqedoninë lindore. Asnjë projekt nuk është i parapar për Maqedoninë perëndimore. Kjo flet shumë se barazia dhe zhvillimi barabart ka qenë vetëm një frazë, por nga ana tjetër është punuar ndryshe. Do të thotë është punuar për formimin e një jazi të madh në zhvillimin e tërë shtetit në tërësi, do të thotë në aspektin e zhvillimit të barabartë. Normalisht që ne si Parti Demokratike Shqiptare shumë herë kemi dhënë amandamente duke menduar se ky jaz i cili dita ditës thellohet, që ajo në mënyra të ndryshme të fillohet që të zbutet. Do thotë që të arrim në atë që të gjithë dëshirojmë, por më tepër ne si parti opozitare, që të zhvillohet edhe pjesa e Maqedonisë perëndimore ku jetojnë me shumicë shqiptare. Tani duke analizuar krejt këto huazime, vim me një përfundim se krejt bota rrotullohet rreth Shtipit. Kjo tani në paraqitet këtu Shtipi si një qendër e madhe, ndoshta me miliona banor. Të gjithë rrugët të cilat planifikohen me këtë huazime, duke filluar edhe pi gasifikimi e Këndej, të gjithë fillojnë dhe përfundojnë në Shtip. Që të jem pak ma koncis, ose të jem ma precis, duke filluar nga vetë gasifikimi, ju e pat shumë bukur se gasifikimi pjesa e dytë e saj, do në thotë e Shkup të Tov Gosivar, është parapa edhe ate si faze dytë, jo si faze parë. Faze e parë shkon dikundi prej Shkupin në Shtip, pastaj prej Veles, Shtip, pastaj për Shtipi deri në Manastir. Dërsa në Tetov dhe Gosivar, parashifet vetëm faze e dytë, në të cilën ligj është parapa që në qoftë se nuk realizohet projekti, mundet që mjetet të cilat kanë ngel të pa harxhuara ose të pa shpenzuara, ato të kalojnë në buxhetin ose në përkrajen e buxhetit të Maqedonisë. E tani, këtu kemi disa rrugë, edhe rrugën për të cilën unë dusha pak më tepër të flasi, ka të bëjë me rrugën prej Shtipi deri në Koçan, e cila në fillim është e parapa që të shpenzojmë për këtë rrugë dikundi 53 milion e 400.000 euro. E tani, 32.400.000 kanë qenë fillimisht të parapar, tani qeveria çon kërkesë tjetër që kjo rrugë jo të rikonstruohet, por kjo të bëhet një rrugë e re, një rrugë shumë moderne edhe një rrugë shumë ekspres. Do thotë prap rruga është, thash edhe më herët, ka të bëjë prej Shtipi deri në Koçan. E tani, parashtrohet pyetja. Kush do t'i ktheje këto kredi? Ne, normalisht, të gjithë, bashkërisht duhet t'i kthejmë këto kredi. Por, çfarë bën partneri shqiptar në koalicion i cili lejon që 500 milion euro të huazuara, të cilët duhet ne bashkërisht që t'i kthejmë, ndoshta edhe
fëmijët tanë edhe niprit, ato rinë, heshtin edhe nuk kërkojnë asgjë. Ne kërkuam që ky 21 milioni, i cili ishte, them kështu lirisht, dështa tepër luksoze, që këto mjetet të hudhen në një aks rrugor, i cili duheshte të përfundohet dikundi në ka fundi i muajit të kaluar, do të thotë tetor 2015. Por ne e dim se ajo rrugë është prej Kumanove, Stanqish deri në Bellanovc, është një rrugë me rëndësi jashtëzakonisht të madhe, për shkak se lidhen dy shtete, do të thotë Republikën e Maqedonisë dhe Kosovës, a për arsyeshmërinë ekonomike as pak që nuk duhet diskutoj. Pse? Për shkak se i vetmi shtet me të cilën Maqedonia ka suficit tregtar edhe ekonomik është Kosova. Edhe këndej shqyqon se as pak në atë rrugë, në atë drejtim, qeveria as që mendon të investohet. Kanë dhënë fillimisht dikundi 1 milion euro, pastaj kanë vazhdu me 5 milion euro, a ne dim se ai aks rrugor është pak specifik. Edhe ne si parti duke menduar që të gjim për kraje nga ana juaj, për shkak të arsyeshmërisë të cilat i tregova edhe më herët, që këto mjetet i ridestinojmë edhe të çojmë në rrugën Kumanov, Stanqish, Bellanovc. Por çka ndodhi këtu? Ndodhi ajo e cila ndodh për herë. Kur vinë interesat e Maqedonasve, të gjithë në mënyrë të menjëhershme homogenizohen dhe dalin njëri mbi tjetrin se shumë me rëndësi është të ndërtohet rruga, për shembull Shtip Koçani ose Shtip Radovish. Nga ana tjetër, kemi ne rrugë të cilat nuk blokohen muj me tërë gjatë stinës dimrore. Edhe atë mere rrugën Gosivar Mavrov deri në Dibër, mere rrugën Gosivar deri në Kërshov, ku realisht nëse kjo qeveri do të mendonte pak për arsyeshmërinë edhe nevojën ekonomike, sigurisht që nuk do të vepronte kështu, por do të vepronte ndryshe. E tani, ministri është këtu, edhe fatkeqësisht ai për herë kur ne diskutojmë për projektet infrastrukturore të nevojshme, të arsyeshme, për herë del me një qendrim. Thot, plani i dokumentacionit ende nuk është i gatshëm. Po pse ekziston ai ministri? Ajo në kuadër të asaj ministrie ka edhe ekspert, të cilët marrin edhe rroga, janë direkt të kyçur në përpilimin e këtyre feasibility edhe projekteve të cilat janë me interes të veçantë. Por këtu sikur se në mënyrë tendencioze punohet që në viset ose vendet të cilat i lidhin shtetet, edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, sikur se nuk keni vullnet që të investoni në ato rrugë dhe në atë infrastrukturë. Kjo është ajo për të cilën ne angazhohemi. Se ne në mënyrë deklarative, thash edhe më herët se tu edhe më tepër është keq përdor kjo foltore duke thënë se duhet të kemi zhvillim të barabartë. Cili është ai zhvillimi? Si e shihni ju atë zhvillimin e barabartë? Ku e shihni? 500 milion euro duhet t'i kthej edhe une, a asnjë sent për mu, ose asnjë sent për shqiptarët, por shumë herë kemi thënë, bile edhe Maqedon të ASEAN e keni marrë në qafë. Edhe etnitetet tjerë. Pse? Duke menduar se ato rrugë ndoshta do të ngelin në vendet shqiptare. Po edhe ju kaloni vende, po edhe ju kaloni. Ku shkoni për Mavrov, ose ku shkoni për Nohër, në atë rrugë kaloni për të mbrit deri në destinacionin të cilën e doni ju vetë. Por, thash edhe një herë, edhe dusha të përfundoj me një barcolet. Kryetari do më leja 1 minutë. 500 milion euro kanë shku.
BDI tani, parti shqiptare në qeveri, e ka gjetë si gomari me ujkur. E ka ujku gomarin, edhe fillon të haje, gomari ku shese së në shpëta, e thët, ajde do t'im shërcit, do të bëjmë sikur se shof një andër. Kjo është ajo ëndra e keqe.